Bullgaria nuk ka dhe nuk mund të ketë kushte dhe kërkesa shtesë për qasjen e Maqedonisë së Veriut në BE. Dhe kjo u dëshmua me rezolutën e re të miratuar nga Kuvendi bullgar, ka deklaruar sot ministri i jashtëm bullgar Georg Georgiev, duke komentuar shtyrjen e votimit në Parlamentin Evropian për raportin vjetor mbi përparimin e Maqedonisë drejt BE-s. Ai tha se antarësimi në BE nuk është i garantuar. Ai bazohet në kritere dhe kushte specifike, të cilat duhet i përmbush çdo vend kandidat për antarësim. Ky është një sinjal i qartë dhe i mjaftueshëm i qëndrueshmërisë son, një konfirmim i mesazheve që kemi transmetuar gjithmonë, dhe me këtë ne i përgjigjemi nga pozicioni më i lartë shtetëror në Bullgari, të ashtu quajtura shqetësime të partnerëve dhe miqve tan, portej kufirit perëndimor, të cilët kanë shprehur vazhdimisht shqetësimin e tyre se nëse ata ndryshojnë kushtetutën e tyre, Bullgaria mund të vendosë kushte shtesë. Kjo nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë as në këtë rast. Ai mëtej ka shtuar se Bullgaria është e shqetësuar nga deklaratat e kryeministrit Hristian Mickoski, i cili, siç thot ai, i lejoi vetes të publikonte gjëra që vijnë nga kuzhina e organit të pavarur legjislativ evropian. Georgiev tha se qëndrimi i tyre ka qenë gjithmonë i ndershëm dhe i hapur. Ne gjithmonë kemi thënë se integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Republikën e Maqedonisë së Veriut, është si në interesin ton ashtu edhe në prioritetin ton, një investim në arkitekturën e përbashkët të sigurisë së të gjithë rajonit. Megjithatë, ne duhem që të respektohet parimi i meritave tona. Ne këmbëngulim në zbatimin e konsensusit të vitit 2022, sepse është ai që mat në mënyrë cilësore dhe objektive progresin e vendit. Në një letër drejtuar kolegëve të tyre, eurodeputetët bullgar shprehën dyshime për integritetin e raportit dhe raportuan parregullsi, duke përfshirë rrjedhje të paautorizuar dhe të parakohshme të informacionit të brendshëm parlamentar, elementeve kryesor të draft dokumentit dhe amendamenteve kompromisuara drejtuar autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mediat bullgare ndan si shembull deklaratën e kryeministrit Mickoski të datës 1 qershor, se ai ishte njohur me raportin në detaje të mëdha paraprakisht.